izolume? Para izolimi. Kush je ti me izolume? Daj deputetit Kush je ti me izolume? Po ti të më përgjith mu, se mu ka votu qytetar. Jandarmeria e re, reformë për sigurin apo polici politike e pushtetit? Idet dhe hapat e parë drejt themelimit të një strukture të re të sigurisë në Kosovë, që po emërtohet si Gjandarmëri, kanë ndezur një debat të ashpër publik dhe politik. Më shumë se policia e më pak se ushtria, prej ruajtjes kufirit, të luftimi i terrorizmit, të mbyllja e çfarëdo shtegu të kontrabandës e deri tek mbrojtja e infrastrukturës kritike. Çfarë mendoni ju? Apo zhdurohet kjo strukturë në një polici personale të Albin Kurtit dhe Xhelal Sveçlës me qëllim hakmarrje ndaj policisë aktuale për shkak të përplasjeve të përgjakshme të së kaluarës? Për të kuptuar këtë dyshim, duhet të kthehemi pas në kohë. Për më shumë se një dekadë, Albin Kurti dhe Sveçla kanë udhëhequr protestat më radikale në historinë e Kosovës së pasluftës. Gaz locjellës në kuvent, përleshje të vunshme në rrugët e Prishtinës, makina policore të rrotulluara dhe gur të hedhur drejt kordonëve të forcave të rendit. Në sy televizjes së tyre, policia e Kosovës shihej si një vegjël e regjimeve të kaluara për të shtypur zërin opozitar. Vet Kurti dhe Sveçla janë arrestuar dhjetra herë nga po këta polic që sot i kanë në urdhra. Skenat e tërheqjes zvarta Albin Kurtit nga njësit speciale dhe arrestimet e shpeshta të Sveçlës në përsheshe kanë lënë gjurmë të thella politike. Sot, nga pozita e pushtetit absolut, kritikat e tyre ngren alarmin se krijimi i gjandarmërisë nuk është asgjë tjetër, vetëse një projekt për të krijuar një strukturë paralele të pastër ideologjikisht për t'u hakmar apo për ta anashkaluar policinë aktuale, e cila refuzon t'u nënshtrohet agjendave partijake. Për Sveçlën dhe qeverin, Kosova e vitit 2026 përballet me rreziqe krejtësisht të tjera hibride dhe territoriale në veri, duke kërkuar një forcë të ndërmjetme, të militarizuar, që mbron kufit dhe menaxhon trazirat e mëdha, pa dëmtuar profilin civil të policisë ekzistuese. Në këtë mes, e vërteta qëndron te ruajtja e balancës demokratike. Çdo tentativë për të politizuar organet e rendit do të ishte një goditje e rëndë për shëndërtimin e Kosovës. Institucionet e sigurisë nuk mund dhe nuk guxojnë kur të përdoren si mjete për të larë llogaritë personale apo thujërjet nostalgjike të së kaluarës. Nëse kjo strukturë e re do të jetë një vlerë e shtuar për sigurinë kombëtare apo një gardë politike në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit, këtë do ta dëshmojë vetëm shkalla e ligjshmërisë dhe pavarësia e saj nga zyrat e pushtetit. Kosova ka nevojë për institucione që mbrojnë qytetarët, e jo që u shërbejnë agjendave të liderëve. Ku me izolume? Para izolimi. Kush je ti me izolume? Daj deputetit Kush je ti me izolume? Po ti të më përgjith mu, se mu ka votu qytetar.